Do t'jemi në rubrikën viral për të ndjekur edhe për të parë së bashku disa zhvillimet tepër interesante të cilat në një lloj forme apo në një tjetër mund të ndikojnë jetën e secilit prej nesh. Dhe po e keni parë mirë, qytetarët të fikin dritat pas mesnate, është ky ligji i ri që është propozuar. Që të sqarohemi dhe që mos të krijojmë keq kuptime, bëhet fjalë për Palo Alto, që ka propozuar këtë ligj të ri i quajtur Dark Sky, që do t'u kërkojë banorëve të fikin dritat e jashtme të shtëpive të tyre pas mesnatës. 12:00 të fiken dritat. Por cila është arsyeja për këtë vendim dhe për këtë ligj të propozuar të Palo Altos? Për të mbrojtur faunën e zonës dhe për të rikthyer qiellin e yjeve që shpesh humbet mes ndriçimit të tepruar. Këshilli Bashkiak i qytetit pritet që ta diskutojë këtë projekt ligj ditën e sotme, pra më 10 nëntor, dhe nëse miratohet, në Palo Alto do të ketë një nga rregullat më të rrepta të ndriçimit në të gjithë Kaliforninë, por njëherëzi edhe në të gjithë botën. Një nga pikat më të forta të propozimit është ulja e light trespass, pra dritës që depërton tek pronat e fshimve. Dhe normalisht, ndonjëherë, pavarësisht se ne nuk ankohemi dhe jetojmë shumë mirë në komunitet, mund të kthehet në shqetësim. Pra, me pak fjalë, në Palo Alto merrni elektrikun me vete, sepse nuk do të ketë më ndriçim në rrugë që vjen nga banesat. Banorët do të duhet të përdorin drita më të buta ose të vendosin mbrojtëse për llampat që ndriçimit të mos shpërdorohet edhe natyra të mund të marrë frymë. Tani, ndonjëherë na duhet një qytet që fik dritat për të ndriçuar më shumë yjet, edhe besoj të gjithëve na shijon ajo pamja e qiellit të ndezur nga yjet. Mirë, kjo sa i përket Palo Altos, shohim nëse do e marrim përfundimisht vendimin për t'i fikur dritat pas mesnatës.